Është koha për bisedën e këtij ekspresit të dashur shikues dhe ne me kënaqësinë më të madhe po e mirëpresim në studion ton dirigentin Hajrullah Sylla, me të cilin në këtë bashkëbisedë do të kemi mundësi që të shpalosim pak më shumë rreth programit të koncertit të ardhshëm me të cilin Kori Filharmonisë edhe përmbyll sezonin artistik 2025-2026. Hajrullah, gjithmonë kënaqësi kur të kemi në Ekspres. Faleminderit që pranove ftesën. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Atëherë, si që i tregova dhe publikut, ka mbetur edhe 2 ditë prova dhe përgatitje për koncertin e veçantë me të cilin Kori Filharmonisë së Kosovës po e përmbyll sezonin artistik 2025-2026. Fillimisht po duam të ndalë te kjo, si ka shku si proces përgatitja për këtë koncert të fundit final? Kryesisht mirë, edhe pse kemi pas kështu disa angazhime dhe tjera edhe jashtë vendit gjatë kësaj periudhe, sidomos une, po që ka shku mirë, jam i kënaqur me atë që kemi arrit deri tash edhe po besoj që kjo përmbyllje e sezonit do të jetë mjaft e veçantë, ku Kori Filharmonisë them kështu relativisht pas një kohë gjatë që kishim koncertet një pasnishme, vokal instrumentale, bashkëpunime të ndryshme me orkestra ndryshme, po e kthejmë në një koncert përmbyllës a cappella ku do të jetë një program mjaft i veçantë dhe po besoj që gjithçka është gati sa i përket anës tonë. Patjetër, po kohë, fjalë dhe ëndra është titulluar koncerti apo mbrëmja që ka me sjell në qendër fuqinë e tingullit dhe fjalës, si dhe universin e imagjinatës, apo jo, na trego pak. Po, realisht me drejtorin e Filharmonisë me Dardan Selimaj ishim kështu në kërkim të një emri, sepse programi e ka një kronologji mjaft interesante, edhe për ne shumë e rëndësishme që ky koncert, ky program mos tjetë thjesht një program i Filharmonisë, një mbyllje sezonit, po të ketë edhe një mesazh paraprakisht që publiku ta kuptojë se çfarë i pret në këtë koncert. Dhe arritëm në përfundim që kohë, fjalë dhe ëndra është, domethënë, kështu ta quajmë këtë koncert është mënyra më e mirë, ta pasqyrojmë programin edhe atë se çfarë do të paraqisim para publikut të ajtën. Kështu që programi është interesant, ka një përmbajtje, domethënë varet nga çfarë perspektive është. Domethënë, pjesa e parë është time, është koha, një diçka që në periudhën ku po jetojmë, sidomos në periudhën moderne, tash është diçka që po ecë shumë shpejt. Pastaj fjalë është pjesa ku po ndëgjojmë shumë fjalë edhe nuk po shohim rezultate në çdo aspekt jetës, sidomos në aspektin e asaj që neve si artist pak na intereson, po që na prek shumë në aspektin politik. Dhe pastaj është edhe ëndra ku ka shumë ëndra, po mbesin vetëm ëndra fatkeqësisht. Megjithatë, në të gjitha këto sfida, në të gjitha këto me kalimin e kohës së shpejtë, gjithçka ëndrat janë ato që na mbajnë dhe na shoqërojnë vazhdimisht. Po du pak me shpalos më në detaje nëse mundemi programin, sepse ka vepra të kompozitorëve ndërkombëtar të shquar, por gjithashtu edhe kompozitorëve shqiptar apo jo? Po, kemi kompozitorë në pjesa e parë e programit, nëse mund ta quaj kështu, është pjesë me kompozitorët botëror, si Jennifer Cook, e cila është një kompozitore e re amerikane, mjaft e talentuar, e cila ka fituar disa çmime shumë të rëndësishme në muzikën korale. Pastaj është kompozitori Erik Vitake, i cili tashmë është vetë i njohur në skenën tonë. Përfshihet edhe kompozitori japonez Koma Sushita me një vepër mjaft atraktive edhe mjaft të them kështu të vështirë për të interpretuar, me kërkesa shumë të mëdha, gjithashtu edhe Erik Vitake është një vepër që kërkon shumë. Pastaj janë edhe dy kompozitorët vendor të, po mendoj, shqiptar, është profesor Vasil Tole, ku është premiere një kanoni nga Përmeti, cili është pa tekst, vetëm e zanore, por mjaft interesant në muzikë jugut, dhe është vepra profesorit Rafet Rudi, Koncerto Fantazia, cila tashmë është interpretuar, por që do ta sjellim me
violinistin Festim Fanaj, koncertmishin e Filharmonisë, ku këtë vepër e kemi paraqit edhe në Gjermani në fillim të sezonit që ishim, edhe publiku e priti mjaft mirë dhe po besoj që do t'jetë një interpretim më ndryshe se interpretimet që i kemi dëgjuar nga vepra e profesor Rudit. Me që e përmende Festimin, Festim Fanaj, solisti i kësaj mbrëmje, këtij koncerti, më intereson me të pyet pak për bashkëpunime me të, sepse nuk është se më herët kemi pas mundësi që të flasim për... Po, kryesisht me korin në koncertet kur kemi pas a cappella koncerte, programe a cappella, kështu të korit, kemi pas ndonjëherë instrumentistë nga Filharmonia e Kosovës dhe bashkëpunimi sigurisht është ne jemi një familje kështu të them edhe me Festimin ka qenë një bashkëpunim mjaft i lehtë sa i përket interpretimit të kësaj vepre, gjitha detajet e veprës, gjitha ato bukurit e veprës, do më thonë, i luan me shumë dashuri edhe me mjaft shpirt, kështu që po besoj që kjo do të vretë në koncerte e ajtën ku Festimi sigurisht është violinist i dëshmuar, po që edhe vepra e profesor Rudit është një vepër e cila ka kërkesa sepse është shkruajtur për violin, një vepër e cila i është dedikuar violinistës sonë Sihana Badibuku dhe kërkesat në interpretim janë mjaft të mëdha dhe mund të them që kjo është një vepër shtu koncert për violin dhe kor. Shumë e mirë kjo gjë. Po du pak edhe një pyetje për programin. Si e keni kompletuar atë? Si shkon procesi i punës kur krijohet programi i një koncerti për masave të këtilla? Ideja e programit dhe gjithçka që është e përfshirë në këtë program, them drejtën, është ndoshta njëri ndër koncertet që kam punu më zgjatë kështu në aspektin e kronologjisë të programit dhe jo mundu që gjitha vepra cilat do t'jenë pjesë e koncertit në përjashtim të koncerto fantazis do t'jenë vepra premier për publikun kosovar, vepra atraktive dhe që përqojnë një mesazh të qartë tek publiku. Do më thonë, është mendu shumë gjatë në këtë drejtim, mund të them më shumë se 2 muaj, kom punu në këtë drejtim, edhe në bashkëpunim sigurisht edhe me drejtorin Dardanin, kemi arë në përfundim që këtë program mundet më realizu edhe kemi fillu me realizimin. Po përderisa si rëndom Filharmonia e Kosovës vjetëve të fundit në mungesë të një hapësire adekuate për mbajtur koncertet është detyruar që të improvizoj në skenën në Pallatin e Rinisë. Kësaj radhe, koncerti mbahet në hollën e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani, apo jo? Po. Na trego pak për këtë hapësirë, çfarë do të thotë ajo për koncertin? Është sallë e përshtatshme për një koncert a cappella? Në aspektin akustik është e përshtatshme, ka një akustik mjaft mirë, sidomos për korin. Në aspektin e hapësirës, vendosjes e kështu, normalisht që jo, është jo komode si hapësirë, po që për ne është shumë e rëndësishme të kemi një akustik të mirë ku zërit të ketë jehonën e vetë dhe të arri deri tek publiku, po edhe sigurisht për ne si performues të arrim të dëgjojmë mirë njëri tjetrin edhe ndihmon shumë në aspektin e këndimit që mos të shtyhet shumë gjana kështu me forcë edhe të prishet tingulli edhe të vjen deri te një interpretim jo adekuat, them, ndoshta kështu jo me bërtim ose me ato, do më thonë thjesht akustika e ndihmon shumë performuesin, pa marrë parasysh instrument apo vokal, që të jehon edhe të ketë mundësit që të këndojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që në aspektin akustik, biblioteka i ofron kushtet në aspektin vendosjes, pozicionimit e kështu, sidomos edhe pjesa e publikut ku qëndron, do më thënë, e kështu me radhë janë jo shumë të përshtatshme, po këto janë mundësi tona, ne zakonisht me korin, o kemi qenë kishën katolike, në
o në bibliotek. Kemi provu edhe në atele edhe në vende tjera, po që mungon akustika adekuate për këndim. Të tjetër. Po du Hajrullah me të pyet pak sepse e di që do thot e tham deri tani që ky koncert pra do ta përmbyll sezonin artistik të vitit 2025-2026, e çka do me të pyetur është se e vlerëson si ka qenë ky sezon për korin e Filharmonisë. E konsideron suksesshëm? Patjetër, më thonë që ka qenë një sezon maratonik në aspektin e koncerte, kemi pas shumë koncerte, shumë angazhime, shumë paraqitje brenda jashtë vendit me pesha tepër të mëdha dhe do më thonë kori vetëm e dëshmon se cilën herë profesionalizmin edhe pjesën që kori Filharmonisë Kosovës është profesional në plot kuptimin e fjalës dhe gjitha koncertet, gjitha paraqitjet që i kemi pas brenda dhe jashtë vendit kanë qenë mjaft suksesshme dhe jam prit shumë mirë nga kritika, nga publiku, kudo që kemi qenë. Kështu që ky vetë përmbyllet me një koncert, si që thash, me një program të veçantë, po gjithashtu edhe me një sezon shumë aktive, me koncerte shumë të cilat ndoshta të them më kështu edhe jo shumë të natyrshme për korin, sepse është, si që dim ne, këndimi është instrument i trupit njeriu dhe nuk është edhe e lehtë të ketë shumë performancë edhe të jenë ato të njëpasishme dhe sidomos me programet që i kemi pas që kanë qenë programe shumë të mëdha, vepra të mëdha, të kompositore të mëdha, vokale instrumentale të cilat kërkojnë angazhim dhe kërkojnë punë të madhe. Është një gjë për të vlerësuar, qoftë për korin e Filharmonisë, qoftë për orkestrën, pra në Filharmonisë institucion në tërësi, fakti se sa shumë sfidohet, sidomos edhe me vepra shumë të mëdha. Pra është diçka që bëhet e menduar mirë. Pikrisht, do më thonë edhe kori dhe orkestra të dy njësit brenda Filharmonisë që janë viteve të fundit kemi pas angazhimet mëdha, kemi pas programe, vepra premier të cilat kërkohen shpesh herë në disa vepra vokal instrumentale, sidomos kërkohen ndoshta të jetë orkestra numër të 2 fisht, korin numër të 5-6 fisht, që të realizohen ato vepra, po me gjithatë ne ja kemi dalë, kemi pas bashkëpunim edhe me operën e Kosovës, me korin e operës Kosovës, shpesh herë, po që me gjithatë ja kemi dalë edhe kemi arrit që ato vepra t'i sjellin para publikut, edhe pse kushtet edhe mundësitë e infrastrukturës janë jo adekuate fatkeqësisht. Sigurisht. Po është shumë e vërtet që janë shtuar, ta themi kështu, koncertet e organizuara nga Filharmonia e Kosovës, gjë që ka kontribuar për të mirë në aspektin e pasurimit të skenës muzikës klasike në vendin tonë, po kjo nuk do të thotë se nuk jeni shoqëruar dhe me sfida dhe probleme gjatë rrugës, apo jo? Sigurisht, problemet nda, si që e tha shumë herë edhe jo vetëm tash, po edhe në çdo paraqitje time që po detyrohem me thonë, jo vetëm unë, po të gjithë kolegët që është janë e pjesës organizative, hapësirave adekuate, kjo e vështërson shumë fish punën tonë, edhe jam i bindur që në kushte normale ne do të ishim shumë më produktiv, do të arrinim rezultatet për një kohë shumë të shkurtë dhe do të ishim pjesë të them interpretime si që i ka hije një institucioni si që është Filharmonia e Kosovës. Por shpresojmë dhe besojmë që do të bëhet në të ardhmen diçka në këtë drejtim. Por një gjë që e keni arrit, duke i bë ballë këtyre sfidave, është me kthy publikun në sallë. Po dunja 2 fjalë sipas pikpamjes tënde, si e sheh publikun vendor? Publiku i koncertet Filharmonisë, e kam thonë shpesh herë edhe po përsëris që është njëri ndër publikët pjesë antare, do më thonë, ose si them kështu, personat më të veçantë në Europë,
Ne kemi pas rastin me qenë pjesë e shumë koncerteve dhe jashtë vendit. Kryesisht në çdo vend edhe në koncertin e fundit që ishim në Berlin, në sallën e Berlin Filharmonisë, do të thonë ne kemi vrejt që publiku zakonisht në këto koncerte është publik i shtyrë në moshë. Te ne është, them kështu, jemi me fat që publikun, pasi që edhe si popullat jemi gjenerat kështu e re, dhe publikun e kemi tri dhe janë shumë të interesuar për koncertet e Filharmonisë. Do më thonë, në çdo koncert ku ne vendosim linkun për rezervim, për një kohë shumë të shkurtër gjitha biletat rezervohen, edhe pse janë bileta pa pagesë, por për shkak të menaxhimit që e bëjmë këtë, e kjo shumë po ndihmon edhe po e shohim, do më thonë, një publik i cili me të vërtet po e vlerëson shumë punën tonë, po i ndjek koncertet tona me shumë kënaqësi, edhe kjo po na bën neve shumë të lumtur edhe të vazhdojmë tutje, sepse e dim që për një kohë gjatë ne kemi një publik i cili tashmë është pjesë e jona. Shumë e vërtet kjo gjë. Mirë, tani më do të shkoni pas këtij koncerti, ndoshta një pauzë të shkurtër, ta themi kështu. Edhe po besoj që vetë se keni filluar me mendu edhe me u përgatit për një sezon të radhës apo jo. Po, sezonin, do të fillojmë sezonin 2026-2027, kështë të them, me koncerte, me njëherë koncertet mëdha, disa udhëtime të cilat janë të planifikuara, që do të ndodhin në bashkë me korin dhe orkestrën, ku do të thojmë për Poloni, për disa koncerte atje, pastaj koncertet që janë të planifikuara këtu në Prishtinë, programet me veprat mëdha, programa a capella do t'jetë një sezon, kështu një fillim i sezonës mjaft i fureshëm edhe me koncertet shumëta, po që sigurisht kjo është puna jonë edhe e bëjmë me shumë kënaqësi. Patjetër edhe ne ju mirëpresim pastaj kur vjen koha që të riktheheni këtu në studio dhe të flasim edhe ti paralajmërojmë këto koncerte. Kënaqësi gjithmonë, Hajrullah, kur të kemi në Ekspres, edhe suksese me koncertin e së ejtës, kurse ne do të shihemi atje. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit.